Viti I parë I shkollës në shkollën shqipe Iliriada në Belgjik ka qenë një udhëtim I mbushur me sfida, por edhe me emocione të paharrueshme. Mësuesja Anila, e ardhur nga Shqipëria, ka ndarë me prindër dhe nxënës momentet më të veçanta të këtij rrugtimi. Përpjekjet për t'i ofruar fëmijët të gjuha dhe kultura e tyre, emocionet e para të leximit në shqip dhe buzëqeshjet që lindin kur një fjalë apo një vjersh kuptohet dhe recitohet me dashuri. Çdo fëmijë ka të drejtë të njohë historinë, gjuhën dhe traditat e veta. Është një dhuratë e çmuar që ata do ta mbajnë përgjithmonë në zemër, thot Anila, duke vënë theksin te rëndësia e mbështetjes së prindërve. Ajo fton të gjithë prindrit që ende nuk I kanë regjistruar fëmijët në shkolla shqipe të mos e humbasin këtë mundësi. Është një urë që lidh brezat dhe një pasuri për të ardhmen e tyre. Viti I parë ka sjellë sfida, lodhje dhe momente të vështira, por gjithashtu ka dhënë momente të paharrueshme lumturie. Në Iliriada, gjuha shqipe nuk është thjesht një mësim, është një dashuri që rritet çdo ditë, një urë mes brezave dhe një pasuri që ndriçon rrugën e fëmijëve në diasporë. Unë jam Anila Bajraktari, jetoj për 26 viteve këtu në Belgjik. Jam mësuese e shkollës Iliriada në Antwerpen, që nga muaji mars I vitit kaluar. Cila ka qenë sfida më e madhe gjatë këtij viti? Sfida më e madhe për ne ka qenë bindja e prindërve për t'i sjellë fëmijët në shkollën tonë. Se ndonjëherë janë dhe pak mosbesues, jemi ne serioz apo jo. Megjithatë, me punën e palodhur të kolegeve tona, kemi arritur që t'i bindim. Kemi bërë shumë telefonata, një për një kemi marrë të gjithë nxënësit, duke telefonuar prindrit e tyre, dhe kemi arritur t'i bindim dhe shikojmë që çdo javë në shkollën tonë regjistrohen fëmijë të rinj. Çfarë rëndësie ka shkolla shqipe këtu në diasporë? Shkolla shqipe ka një rëndësi shumë të madhe. Jo vetëm për ta ruajtur dhe për të vazhduar më tej gjuhën shqipe, por njëkohësisht shkolla shqipe Iliriada është një ulëvizje me kulturën, me vendin ton, me gjithë trashëgimimin ton kulturore tek fëmijët tanë. Çfarë mesazhi do t'u jepni të gjithë prindërve të cilët nuk I kanë regjistruar ende fëmijët e tyre në shkolla shqipe? Mesazhi im është t'i sjellin fëmijët në shkollën tonë, t'i regjistrojnë ato, t'i flasin gjuhën shqipe kudo ku janë. Pasi kështu vazhdon e ardhmja e brezit ton të ri, duke mos e harruar gjuhën shqipe. Ju tha se jetoni këtu për mbi 20 vite. A mund të na bëni një dallim mes shkollës shqipe në Shqipëri dhe Kosovë dhe të asaj këtu në Belgjik? Po. Unë në Shqipëri kam dhënë mësim prej 9 vitesh në shkollat e Tiranës. Dhe sigurisht që ndryshimi është mjaft I madh, pasi atje gjuha shqipe është gjuha e parë që flitet si në shkollë si në jetën e përditshme, ndërsa këtu është gjuhë e cila flitet ndoshta vetëm në familje. Dhe ndryshimi është shumë I madh. Domethënë kjo tregon që ne kemi shumë punë për të bërë për ta ruajtur gjuhën shqipe tek brezi I ri. A ka pasur ndonjë rast që ka ardhur në shkollë ndonjë fëmijë që nuk I ka ditur asnjë fjalë shqip? Po, kemi pasur. Dhe sa e vështirë ka qenë kjo për ju? Kemi pasur disa raste ku fëmijët s'kan pas asnjë njohuri të gjuhës shqipe, kjo për arsye të ndryshme, për arsye se njëri nga prindrit mund të ketë qenë jo shqiptar, njëri shqiptar dhe është pak e vështirë ndoshta, por kemi akoma në shkollën tonë fëmijë që kanë shumë vështirësi në gjuhën shqipe, ndoshta e kuptojnë shumë pak, por nuk arrin të artikulohen në shqip. Megjithatë, neve vazhdojmë të punojmë në mënyrë individuale me këto fëmijë, përveç punës që bëhet në klasë me to. Dhe besoj se kemi arritur goxha rezultate. Shikojmë që fëmijët e kanë me shumë dëshirë mësimin e gjuhës, ato që vinë, e kanë me shumë dëshirë mësimin e gjuhës shqipe dhe besoj që deri në fund të vitit do kemi shumë rezultate të mira. Një informacion për të gjithë ata prindrit pas ta shohin këtë intervistë dhe do ta kenë dëshirën dhe kurajon për të regjistruar fëmijët e tyre në shkollë, nga cila moshë është e paraparë, domethënë që të regjistrohen fëmijët, dhe cilat janë ato kushtet të regjistrimit? Fëmijët tek ne pranohen nga mosha 5 vjeç deri në moshën 16 vjeç, 17 vjeç e gjysmë. Do janë të mirëseardhur të gjitha këto mosha. I bëj thirrje prindërve të sjellin fëmijët në shkollën tonë. Pagesa është një pagesë shumë minimale, tepër minimale thjesht për të mbështetur shkollën për materialet që neve na duhen. Klasat janë tani kemi shkollën tonë, nuk e dija e cekëm më parë, këtë vit kemi shkollën tonë, janë 4 klasa,
me parafërsisht 12-13 nxënës, domethënë kushtet janë shumë të mira, programet i kemi shumë të mira, vetë ambasadorja e Shqipërisë na ka sjell librat në muajin shtator tek neve. Paketa e librave është shumë e mirë, me fletore pune, me libër me vjersha, librin e gjuhës shqipe. Domethënë të tëra i kemi kushtet. Sa është e rëndësishme për fëmijët, domethënë që ta mësojnë gjuhën shqipe, mos ta harrojnë rënjet nga vinë? Është shumë e rëndësishme. Fëmijët duhet të ndihen krenar kudo ku janë, fëmijët tanë, flasë brezi i ri sidomos. Për ne ndoshta kur kemi ardhur ka qenë shumë e vështirë të prezantoheshim si shqiptar. Tani ka ndryshuar imazhi shqiptarëve. Dhe prandaj kjo është puna jonë që neve t'i bëjmë akoma më krenar fëmijët tanë të ndihen, duke folur gjuhën shqipe, duke njohur historinë, duke njohur heroin tanë, gjeografinë e vendit tonë. Kështu mbahet e gjallë kultura jonë. Cili ka qenë momenti më i bukur i këtij viti shkollor që e mbani mend me shumë dëshirë? Fundi vitit të vjetshëm ka qenë shumë i bukur, ne organizuam një fest ku i dham ato diplomat fëmijëve që mbaruan vitin e parë tek neve. Organizuam një fest me vjersh, me këngë, me muzikë, me kërcime me fëmijët. Ishte i pranishëm dhe kryetari i Dërnes, kryetari i komunës së Dërnes, i cili na falenderoi, na përgëzoi për punën e bërë. Dhe një nga fjalët e tij që më ngelin në mendje ishte: jeni komuniteti i vetëm që punoni me kaq shumë motivim, me kaq shumë entuziazëm për fëmijët e juaj. Kjo ishte edhe për ne fjalë shumë motivuese për të vazhduar më tej. Një mesazh për fond për gjithë shqiptarët, për gjithë mërgatën që janë në Belgjikë. Mesazhi im gjithmonë e them është që regjistrojeni fëmijët në shkollën Iliada, pasi ne jemi uralitse e fëmijëve tanë këtu me vendin nga ata vinë, nga prindrit e tyre kanë ardhur, me rrënjët, me historinë, me kulturën e vendit tonë. Faleminderit shumë për këtë intervistë kaq të bukur. Kënaqësia është e ime, faleminderit juve. Në fund mesazhi i Anilës ishte i qartë dhe i ngrohtë. Çdo hap drejt mësimit të gjuhës shqipe është një dhuratë për fëmijët dhe për ruajtjen e kulturës shqiptare, një mundësi për të mbajtur gjallë traditat dhe për të krijuar lidhje të forta mes brezave, pavarësisht se sa larg janë nga dheu.